duke u kacavjer kaldrëmeve, ku shpesh herë na kthejnë hapa mbrapa, arrijm aty ku bashkojnë 5 rrugët në një të vetme. Aty gjithçka është bosh, vetëm ne dhe disa kalimtar që shikojnë habitshëm, por që me një men e fregizëm, na shmangen sa po ne afrohemi. Rastësisht përpara na del Stefani, një qytetar i cili na afrohet për të na treguar se e kishte vënë re që ne nuk ishim nga ato anë. Ai fillon të flas pafund për qytetin e Gurit, për vlerat që ai po humbet, ato që janë zhdukur, si dhe gatishmërinë që për disa të holla ai është i gatshëm të shes një pjesë të kësaj pasurie. Për çfarë ka nevojë Gjirokastra? Cilat janë vlerat që kanë humbur dhe ato që i kanë rezistuar kohrave? Çfarë presin qytetarët për të marrë situatën në dorë? Kujt i mbetet faj për rënimin e qytetit? Fillimet e para i ka kështjella. Siç quhet, domethënë nga historian, nga kronikan të vjetër, është një nga kështjellat më të mëdha malore të Evropës. Është 600 hapa. 600 hapa. Dhe është e gjerë rreth 100 hapa. Me galeri, është një kështjell. Unë kam shëtitur në disa vende të tjera, thonë kështjell si Gjirokastra nuk ka. E fillimisht Gjirokastra u zgjerua dhe zbriti poshtë. Në lagjen që jemi ne quhet lagja Pazari Vjetër. Kjo është dhe lagja e parë e qytetit. Më vonë pastaj u ndërtuan, u ngritën dhe lagjet të tjera siç është Manalati, Dunavati, lagja Cfak, lagja Varosh. Mbasi u filloi të zgjerohet më tutje, zbriti, shkaloi Pazari nga Pazari Vjetër, që quhet sot që është lagja jon, kaloi aty që quhet që është dhe Pazari sotëm, aty që kryqëzohen të 5 rrugët. I gjithë Pazari dhe zona e mbrojtur janë ndërtuar, janë çatit, janë të gjitha me pllaka guri, siç thot Kadarea, ngjajnë si luspa gjigante këto. Dhe është një qytet në ngjyrë gri, po ta shikosh Gjirokastrën, është qytet në ngjyrë gri si gjithi. Edhe kjo për shkakun se edhe çatit, edhe muret, edhe sokakët janë të gjithë në ngjyrë gri. Në vitin 2005, Gjirokastra për vlerat e shquara që ka, dhe Ismail Kadarea Mesadi ka thirrur një drejtorin e përgjithshëm të UNESCO dhe ajo u certifikua si pasuri botërore. Gjithë fatkeqësia e këtij qyteti ndodhi kur çdo gjë filloi të shpërbehet. Kur Pazari u shkatërua, u prishën institucionet kulturore, deri edhe pemët e lagjes Pazari Vjetër që ka qenë një ambient shumë interesant, një pyll i vogël, u prën dhe pemët, ideja sikur erdhi fundi botës. Kur vetë qytetarët u bën shkaktarë për ta dëmtuar këtë qytet, këto vlera. Qofse nuk ka jetë njeriu në shtëpi, shtëpia me njerë dëmtohet. Dhe kështu ka ndodhur për fat të keq në shumë shtëpi gjirokastrite. Dhe këtu është fatkeqësia, kjo është edhe një nga problemet serioze që ka qyteti Gjirokastrës. Nuk ka vetëm një pronar, janë shumë pronar. Njëri thot dua ta shes, njëri thot dua ta blej, tjetri thot dua ta restauroj, njëri thot lere ashtu siç është. E kupton? Këtu krijojnë probleme që kanë ndodhur gjithë këto gjëra. Gjirokastra nuk është vetëm e gjirokastritëve. Gjirokastra është një pasuri botërore, është një pjesë e shquar e trashëgimisë që i takon gjithë Shqipërisë. Në përgjithësi deri tani vinë shumë turistë në Gjirokastër, marrin një gjë në dorë, pinë një gjë freskuese dhe ikin. Po nuk është kjo qëllimi. Qëllimi është që ata të rinë të flojnë këtu, se duke fjetur këtu, atëre do të flën një natë, do flën në hotel, do të hanë ushqim dhe do të lënë disa lekë për këta qytetarë gjirokastrit. Aty ku quhet qendra e Pazarit, ku kryqëzohen të 5 rrugët, që është një qendër shumë që quhet dhe qafa e Pazarit, ku bëheshin takimet, aty ku lëshin takimet, ndoshta ku bëheshin edhe pik takimet e çifteve për të fejuara, për të martuar, ashtu ka një rast shumë interesant, një gjë shumë unikale, të gjitha këto pastaj u shpërbën. Kjo është një nga fatkeqësitë e mëdha të kohës, është një fatkeqësi e madhe e kohës. Çdo çati e ndryshuar nga pllaka guri në tjegulla, çdo mur që hiqet guri dhe vihet tulla, ajo është një humbje për qytetin. Për të treguar rëndësinë e shtëpive muze, si dhe ndarjen që ka pësuar qyteti i Gjirokastër këto vitet e fundit, na shpjegon arkitekti Dorian Ceribashi. Në fillim ndërtuan banesa tip kull, ishin 2-3 kate, vetëm me një olum. Ishin banesa të thjeshta, dhe për vetë faktin sepse sapo ishin ndërtimet e para në qytet. Shpyja diku aty lart, që quhet është banesë për në kategori e parë, quhet banesa Resaj dhe është tipike e përfaqësuese e banesës Gjirokastrit me një krah. Duke pasur qyteti po zhvilloi dhe kishte një ekonomi më të madhe, banesa Gjirokastrit pëson një zhvillim, në cila është banesa me 2 krah, që është
banesa karakteristike zekat aty lart, dhe monument kategori e parë. Dhe banesat e mëdha siç është banesa e angonatëve këtu, është dhe kjo me 2 krah, por gjithashtu ka një zhvillim më të madh akoma sepse ka përpara zapanan, e cila shërbente për kur fëmijët vinin ose kështu njerëzit e tjerë ftonin, të ftuar rinin dhe jetonin për sa ditë qëndronin aty tek zapanaja, nuk hynin tek ndërtesa e madhe. Banesa Fico gjithashtu është një banesë më e vonë, e cila ka shumë punime në dru, ornamentik në dru. Duke theksuar që lloji banesës Gjirokastrit është banesë e fortifikuar, tip kull, ka pas lartësinë e mureve të saj, si të shtëpia Zekat ose tek shtëpia rresa janë banesa të larta që të imponojnë në lidhjen e tyre edhe me terenin, sepse ka një lidhje shumë logjike, duke qenë po ta shikosh mirë janë shumë të lidhura mirë tereni ku shtrihet qyteti me mënyrën se si është ndërtuar banesa. Ngadalë qyteti është shtrirë, është hapur, ka kaluar në lagjet diku më poshtë, nuk janë ndërtuar me banesa tipike me gur, po kanë filluar ndërtuar pallatet, vilat. Si e shpjegoni nga ana arkitekturore ndarjen e qytetit në 2 pjesë? Hapësirat që qyteti duhet të zinte nuk mjaftonin më për ndërtimin afër e shtëpive, kështu që rrjedhimisht qyteti u zhvillua në pjesën pranë lugjes së Lumidrino. Kjo është sepse është ndarë qyteti në 2 pjesa, themi pjesa moderne e qytetit, ndërtuar pas çlirimit. Po, dhe pjesa muzeale. Edhe pjesa muzeale, që është pjesa historike, që është ndërtuar bërthama rreth kalas së qytetit. Që këtej, ku jemi ne, kemi një pamje të jashtëzakonshme dhe paksa rënqethëse. Është fatkeqësi natyrore, është çnjerëzore që këtë arë e flori si Gjirokastra ta shesim në përballë. Ajo lindje jona u rrit si e tillë, por tani nuk dihet. Për këtë tregon Sadi Petrella. Gjirokastra në radh parë Gjirokastrit. Për shumë arsye, ata e kanë ndërtuar, ata e kanë trashëguar, ata e kanë mbajtur në këmbë, ata e banojnë sot, ata vuajnë problematikën që ka Gjirokastra, siç gëzojnë favoret që ka Gjirokastra. Them që Gjirokastra nuk ka vlerat pa diskutueshme për sa i përket arkitekturës, që në fundit ka mishëruar një jetë qytetare caktuar gjatë zhvillimit sa historik. Dhe kjo histori përcaktohet jo vetëm tek gurët, por edhe tek shpirti i Gjirokastrit. Por çudi, një nga gjërat më të pëlqyeshme për vizitorët Gjirokastër ishte mikpritja e Gjirokastrit. Të gjithë u befasuam nga kjo përgjigje, sepse menduam që mbi të gjitha do vlerësohesh peizazhi, gurët, historia. Mbi të gjitha vlerësohesh mikpritja e Gjirokastrit, gatishmëria e njerëzve për të ndihmuar vizitorët dhe kështu me radhë. Natyrisht unë nuk do të hyj të përmend këtu që Gjirokastra është vlerësuar nga të huajt e specializuar për vetë faktin që është pranuar në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s që në vitin 2005. Dhe ne kemi kënaqësinë të themi që si organizat kemi dhënë dhe ne kontributin ton për këtë, pra që Gjirokastra të përfshirë në listën e UNESCO-s, që shënon dhe një hap të rëndësishëm për ta ruajtur më tej këtë qytet. Ne kemi nisur edhe nga një projekt që po zhvillojmë pikërisht në këtë kohë, si temë ka rolin e qytetarëve në rrjedhimin e qyteteve historike apo të banesave historike. Dhe shohim që ky rol në fakt le për dëshiruar. Dhe projekti që përmenda synon që këtë rol të arrisë gjithnjë më shumë dhe të kuptohet që nga vetë qytetarët që ashtu siç paraardhësit e tyre, qytetarët të këtij qyteti e ndërtuan qytetin, edhe qytetarët e sotshëm, pasardhës të atyre që ndërtuan këtë kryevepër arkitektonike, janë ata që do ta mirëmbajnë. Në radh para ata, natyrisht, në këtë mes duhet ndihma e shtetit, duhet ndihma e gjithë shoqërisë shqiptare, por edhe faktorët ndërkombëtar luajnë një rol shumë të rëndësishëm. Një pjesë e madhe aty nuk kanë mundësi ekonomike ta mirëmbajnë shtëpitë e tyre. Në këtë mes vjen ndihmë shteti, ne po gjejmë një mirëkuptim gjithnjë më të madh me qytetarët të krijojmë pra një qendër artizanale dhe ta vëmë atë përdorim në shërbim të restaurimeve, të punës restauruese.